May 3rd, 1999. To reflect on what NATO did and what Kosovars did. Und als die serbischen Polizisten eintreffen, sind keine UÇK-Kämpfer mehr in dem Dorf. Die Serben sind gekommen. Në Kosovën e viteve të luftës, lotët nuk ishin thjesht një shenjë dhembjes. Çdo pikë loti mbante brenda tij një jetë të humbur, një ëndër të shuar. Ishin lotët e nënave që qëndronin mbi trupat e ftohtë të bijve të tyre, duke mbajtur një copë rrobe si kujtim të fundit. Lufta ishte shkatrimtare, duke detyruar 800.000 njerëz të largoheshin nga shtëpitë e tyre. Të gjithë kishin një pyetje të vetme, po pa përgjigje. Ku është shtëpia jonë? Pikërisht, këtë pyetje ka bërë mamaja ime, në momentin që ajo ka shkuar në kampin e refugjatëve në Cegran të Maqedonisë. Mamaja ime kishte humbur kontakt me familjen e saj për rreth 2 muaj, derisa ajo i gjeti ata në këtë kamp. Ajo më në fund, u ribashkua me familjen e saj, pas frikës që ato mund të kishin humbur jetën. Mund të kuptoheshin terroret që kishin kaluar, vetëm nga mënyra se si shprehnin ato historitë e tyre, ulërimat e njerëzve dhe shpërthimet e bombave që kishin kaluar. Tani, le të dëgjojmë eksperiencën e mamas time. Eksperienca ime në kohën e luftës ishte shumë e vështirë. Përveç frikës nga zhvendosja ime për të vajtur në një vend më të sigurt, gjatë kohës që kemi lëvizur, kam përjetuar një tmerr të papërshkrueshëm dhe një dhimbje të madhe kur para syve të mi humbën jetën fëmijët dhe shoqet e mia. Tingujt e luftës nuk mund të mbulonin zhurmën e lotëve. Secili lot kishte një histori të dhimbshme. Gjithashtu, frikën që mos t'i mbijetonin dhunës së krijuar nga ushtria serbe. Ata u derdhën në tokën e Kosovës, duke u bërë pjesë e saj dhe duke e mbushur me shpresë që një ditë do e kalonim këtë luftë dhe Kosova të shpallej e pavarur. Pas një vit lufte, me ardhjen e ndihmave nga NATO, forcat serbe u detyruan të largoheshin. Tashmë, refugjatët në përkampe mund të riktheheshin në tokat e tyre. Pamjet që ato shikuan janë pamje që as armikut nuk do t'ja dëshiroje. Shtëpi, kisha e xhami të shkatërruara deri në themelet e tyre. Tani do të fillonte periudha e vështirë e rikuperimit. Ëndra për lirimin e Kosovës u realizua, por domet kur nuk do të harrohen. Lufta është vetëm dhimbje dhe humbje pafund. Ajo prek jetë të pafajshme dhe lë pasiguri për brezat e ardhshëm. Ne duhet të luftojmë për paqen, harmoninë dhe dashurinë, se vetëm në këtë mënyrë mund të zhvillohemi si shoqëri.